biznes? Vështirë është se është jetë të punu me sa në gjalla. Nuk je kur se mush me ambyll dhe, me thonë në sot nuk vi këtu. Sa me gjalla, dhe mu pedat që thonë, se nuk ka qash fitim prush, se po mirë është. Sa mos me lakmu që është po lakmu shumë me dal jashtë me ferm, racën Holstein dominon. Normal është numri pak më i madh, se është më profitabile dhe është më e mirë për qumsht. Ky qeverie kem 90 euro kem marrë vitin e kaluar për krejt lëbëve. 7 centi kem për litër të qumshtit. Këto janë gjas lopës, dhe domethënë qumshtin nuk e shoh deri vjen çtë. Është sistemi mbyllëm, është shumë funksional. Jemi ardhur sot në fshatin Veriç të komunës së Istogut, ku kemi me marrë një rrëfim të pronarit të shtallës ku jemi këtu balaj. Kjo firmë posedon mbi 60 krerë, e se qysh ka ardhur puna deri këtu, kemi me ndëgju tashmë rrëfimin. Si firmë kemi ekzistu prej babgjyshit, si biznes kemi fillu 2014. Në këtë firmë janë 57 krerë lëp, 14 për ty njën qumshtore, pjesa tjetër viqa, shtjerra, edhe kapaciteti i qumshtit të është 650 litra për momentin ditore. Sa është vështirë me i menaxhu të në këtë biznes? Vështirë është se është jetë të punu me sa në gjalla. Nuk je kur se mush me ambyll dhe, me thonë në sot nuk vi këtu, është për shemës diçka. Çdo moment gjithë e ki met këtu, çka po bëma qysh bu kalon nota, qësë sanë, është pak vështirë, po si biznes mirë të funksionu, 5 punëtor i kemë, biznes familjar është, 5 punëtor punojmë. Do me thënë të gjithë jeni familjar? Gjithë familjar të jenë punësum. E tregum që është vështirë me u menaxhu, po sa është përfituse kjo? Përfituse, sa me mjetë gjalla, dhe mu pedat që thonë, se nuk ka qash fitim prush, se po mirë është, sa mos me lakmu që është po lakmu shumë me dal jashtë me... Kur po vinat atë jashtë, po thojnë gati ma mirë për keni këtë, ta shpe provojmë që shto. Okej, do me thënë ju nuk e kishit lëshu Kosovën edhe këtë biznes për me shku jashtë? Jo, ta shtë të këshyre. Cilat raca i keni në fermë? Në fermë, racën Holstein dominon, normal është numri pak më i madh, se është më profitabile dhe është më e mirë për qumsht. Do me thënë e ka qumshtin më të mirë? Edhe qumshtin më të mirë, edhe sasi jep më shumë, edhe zakonisht Holsteinin e kryqëzoj me cimental. Po ka qumshti. Po e dallojnë me atë që e mothin ata veç në mënyrën e kam 4-2 zakonisht non-stop, po këto japin sasi të mirë qumshtit. Holsteini. A në pak procedurën që kujdeseni për to prej mëngjesit deri në mbrëmje? Këtu në mëngjes si të vim, filloj me mjelin. Në ora 6 mëngjes vim, filloj me mjelin, është një orë. Mjelja filloj me përgatitin e ushqimit, ja qesim ushqimin, kur bëhet 8 ora, këtë përfundon gjithçka. E kemi edhe na tani në pauzë, gjysdite ja 5 vim, ja vytim ushqimin, mos milon pa ta, edhe në prom ja ket në 5 vim, në 6 fillon deri në 7 mbjellja, edhe mbaron gjithçka. A merrni ju diçka nga qeveria? Ky qeverie kem 90 euro kem marrë vitin e kaluar për krejt lëbëve. 7 centi kem për litër të qumshtit. Nëse nxan ekstra klasën, ato shkojnë me klasë, nëse nxan ekstra klasën është 7 cent. Po na gjithë synimin e kemi nxan çato 7 centin për litër. A jeni të kënaqur prej kësaj? Po të kënaqem ju, ças, po masi janë ndihma për të mirë është. Po, këtu e bëjmë rritjen e viçave. Viçat femra zakonisht i rritin për riportërinë të fermës. Moshkujt zakonisht aty këtu në një nalim edhe për veti. Pjesën tjetër i shesim. Që këtu janë... Sa është numri? Që janë 20 copa. Këtu është frizi ku mbahet qumshti. Po, kjo është dhoma e qumshtit. Këtë në 6 ora në mëngjes filloj me mjeljen. Qumshti është i sistemit mbyllëm. Mjelja, qumshti vjen që të, ftofet edhe kontratën e kemi me qumshtoren Vita, që e merr qumshtin, pa e ke kushtet mira kemi ta. Çmimi është i mirë, na rrin gati, njëherë për herë mirë është. Procedura është që kjo, vjen vendoset në lloj të pres, që të, edhe unë e marrë qëto, edhe shkojmë për manina, e vendosi, këto janë gjas lopës, dhe me thonë qumshtin nuk e shoh deri vjen çtë. Është sistemi mbyllëm, është shumë funksional.
Do të thënë me sy nuk e shoh. Ja, që këtë një man gjysën e kohës ta hek që kë. Këtu është ushqimi, këtu janë rotavalla, barit lakt, jonjë, edhe silazhi, përzihen tana me një ven, mikser, edhe ja që jesë ushqimin, rrëna ditës. Keni tokat e juja, Po. 14 hektare kemë tonët, edhe 25 i kemë me qira, që i punojmë, plus që morim me qira tërfoja, edhe që sot tjera. Livadhe. A merrni ndihma për investimet që i bëni në këtë? Për tokë nuk marrë kur gjo, se s'kem kontrata.